Përshëndetje, shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve në RTK. Prokuroria themelore në Ferizaj ka kërkuar gjykatës saktimin e masës paraburgimit ndaj A.R, 24 vjeçare si dyshuar për vrasjen e mbrëmshme në Ferizaj. Sipas prokuroristit, dyshuari tjetër, që rezulton të jetë babi i vajzës, është liruar pas intervistimit. Një plumb dyshohet se i mori jetën një 32 vjeçari në një vrasje që tronditi Ferizaj në mbrëmjen e së dielës. Viktima humbi jetën si pasojë e plagëve të marra nga arma e zjarrit, ndërsa hetimet e para kanë quar në ndyshimet për përfshirjen e babait dhe vajzës së tij në këtë ngjarje. Një 32 vjeçar në mbrëmjen e së dielës është gjetur pa shenja jete në katin e 9 të këtij bloku banesor në qytetin e Ferizajt. Sipas policisë, viktimës ishte shkaktuar një plagë që dyshohet të ketë ndodhur nga një armë zjarri, ndërsa në vendin e ngjarjes janë sekuestruar një gëzhoj dhe arma. Policia këtë vepër penale e ka cilësuar si vrasje të rëndë. Sipas raportit të policisë, nga hetimet fillestare rezulton se ngjarja ka ndodhur në banesën e M.B, 48 vjeç, ku në momentin e incidentit ndodheshin edhe bashkëshortja e tij, si dhe vajza A.R, 24 vjeçe. Kjo e fundit ka psuar lëndime trupore dhe është dërguar për trajtim mjekësor në qendrën klinike universitare të Kosovës. Pas ekzaminimit të vendit të ngjarjes, organet hetimore kanë krijuar dyshimet e bazuara se rasti lidhet me veprën penale vrasje e rëndë. Ndërkohë, prokuroria themelore në Ferizaj ka kërkuar paraburgim ndaj të dyshuarës për rastin e vrasjes. Në një komunikat në orët e pasdites, prokuroria ka njoftuar opinionin publik se ka kërkuar nga gjykata themelore në Ferizaj caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurës A.R për shkak të dyshimit të veprës penale vrasje sipas kodit penal të Republikës së Kosovës. Sipas kërkesës së prokurorisë, ekziston dyshim i bazuar se me datën 28 qershor 2026 rreth orës 22:40 në Ferizaj, rruga Sidi Sidiu, e pandehura ka privuar nga jeta tanit të ndjerin F.H pas një mosmarrëveshjeje dhe përleshjeje fizike mes tyre, duke kryer veprën penale vrasje nga neni 172 të KPRK-s. Ndërkaq i dyshuari me iniciale M.B që ishte ndaluar deri në sqarimin e plotë të rrethanave dhe përfshirjes së tij në rast, me vendim të prokurorit është liruar, ndërkohë trupi i pajeti i viktimës F.H është dërguar në obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë, ndërsa aktualisht prokuroria është duke bënuar për t'i sqaruar tutje të gjitha rrethanat dhe motivin e kësaj çështjeje penale. Dëshmitarët prapa kamerave thanë se viktima, i cili ishte në lidhje me vajzën, kishte shkuar në banesën e saj ku ajo ndodhej së bashku me prindërit. Sipas tyre, aty kishte nisur një përplasje që më pas përfundoi me të shtëna fatale. Nëpërmjet protestave do të mbështeten krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, këtë herë me 5 korrik në zarë të Kroacisë. Veteranët e UÇK-s u bëjnë thirrje bashkëdhetarëve, arbreshëve, qytetarëve që t'i bashkangjiten kësaj proteste, që sipas tyre shpresojnë të jetë e fundit. Kjo protestë po organizohet në prag të shpalljes së vendimit nga dhomat e specializuara të Hagës. Kur ka mbetur më pak se një muaj deri në afatin e parapar për shpalljen e vendimit të shkallës së parë për ish-krerët e UÇK-s në Hag, organizata e veteranëve të luftës ka paralajmëruar se do të mbajë protestën e radhës në mbështetje të tyre në Kroaci. Kryetari i kësaj organizate, Jusni Gucati, ka theksuar se uron që kjo protestë jetë e fundit, para se Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi e Jakub Krasniqi të lirohen nga paraburgimin nga dhomat e specializuara. Do të bëjmë thirrje gjithë qytetarëve që jetojnë, punojnë me projnë në shtetin Kroat, po edhe mbregatës, të cilët edhe në përpushimin për Kroaci, apo kudo që t'jën, që me datën 5 korrik, ditë e dielë në ora 18 në zarët e Kroacisë të bashkangjiten protestës liri për çlirimtarët. Protesta do të bëhet në parkun sakt Park Thirrët, në zarë, ku në shpresoj se ato që do të marrin pjesë edhe arbresht, që janë 2 lagja arbreshe që me vite që jetojnë ato në zarë, ku është dhe kërkesë e tyre që kanë kërkuar ata ta mbajnë një protestë për çlirimtarët tonë. Tutje Gucati u pyet edhe për flamurin e UÇK-s që u pa në protestat në Shqipëri. S'ka diç për vlerat luftës, ne për çita sy s'puna se ti bujmë pa di kërkujna s'puna se ti ligje për vlerat luftës. Që ligji ka më mallku edhe udhëhecit e kaluar edhe këta që vinë, që se kanë bujë për vlerat luftës.
ka me mallku dhe Zoti. Se këtu e më vrap 5.000 dëshmorë që kim vrapna. 6.000, 4.000, 500 invalida, ka me mallku dhe Zoti. Në moment që bëhet ligji për vjetutës, atë ndrojnë canet këtë raportet. Ndryshe, specialja ka paralajmëruar se vendimi për 4 ish-krerët mund të shpallë deri më 20 korrik, derisa ka theksuar se nëse ka nevojë, vendimi mund të shtyhet përsëri. Ndërkohë që protesta nga veteranët janë organizuar disa herë në Prishtinë, Tiranë, Shkup, Strasburg e Hag. Ushtruesja e detyrës së presidentes Alvolena Haxhiu dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti kanë marrë pjesë në ceremoninë e pranimit të komandës së grupit për mbështetje rajonale në Ballkan të ushtrisë amerikane nga kolonel Kurt Rovrik në kampin Bond Still në Ferizaj. Rovrik mori detyrën e komandantit të grupit për mbështetje rajonale në Ballkan. Në njoftimin e presidencës thuhet se Haxhiu ka vlerësuar se Kosova mbetet për herë mirënjohëse ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës për kontributin jetik në lirinë, pavarësinë dhe shtetëndërtimin. Ndërkaq që në njoftimin e zyrës së kryeministrit thuhet se roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe KFOR-it në përgjithësi kanë qenë dhe mbetet i pazaventësueshëm në ruajtjen e paqes, sigurisë dhe stabilitetit në vend dhe rajon. Kryeministri në detyrë priti profesorin amerikan Daniel Server, me të cilin diskutoi për situatën e brendshme politike në Kosovë, procesin e integrimit euroatlantik dhe zhvillimet gjeopolitike në rajon. Sipas njoftimit të kryeministrit, në takim u fol për hapat që Kosova po ndërmerr në përgatitje për antarësim në Bashkimin Evropian dhe NATO, si dhe për implikimet të zhvillimit të fundit në sigurinë e vendit. Kryeministri vlerësoi lart kontributin e profesor Server, duke cilësuar atë mik të madh të Kosovës, i cili sipas tij ka mbështetur vazhdimisht vendin dhe ka ngritur zërin për kërcënimet që Serbia paraqet për sigurinë rajonale. Lidhja Demokratike e Kosovës ka nisur debatin e brendshëm pas zgjedhor, nën kryetari i kësaj partie Lutfi Haziri tha se deri me tani nuk ka pasur asnjë takim apo ftesë nga partitë e tjera për formimin e institucioneve, ndërsa paralajmëron se ditët në vijim do të qartësojnë nëse do të ketë bashkëpunim politik ose sipas tij vendi do të përballet me thellim të krizës. Sipas Hazirit, vendimet për hapat e mëtejnë do të merren në organet e LDK-s, ndërsa grupi parlamentar me 18 deputet do të ketë rolin vendimtar në këtë proces. Dy kandidatët për deputet nga PDK Bekim Haxhiu dhe Qendrim Kryeziu kanë dorëzuar ankesën e panelit për ankesa dhe parashtresa, duke kërkuar numërimin e votave dhe duke pretenduar se rezultati përfundimtar nuk pasqyron numrin real të votave të fituara. Sipas zëdhënësit të KQZ-s Valmir Elezi, me që ndaj rezultateve përfundimtare të shpallura janë parashtruar disa ankesa, KQZ do të pres vendimmarrjen e PZAP-s dhe të Gjykatës Supreme, që t'i zbatoj vendimet të tyre nëse përmbajnë obligime për KQZ-n dhe pastaj do të mund të procedojnë me certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Me ndërimet e larta ushtarake dhe qytetare uniku, i dha sot lamëtumirën e fundit veteranit të UÇK-s Faik Tofa. Bashkëluftëtarët dhe familjarët e kujtuan si një luftetar të përkushtuar të brigadës 138 Agim Ramadani, që la gjurmë në luftën për lirinë e Kosovës. Me ndërimet të larta ushtarake dhe qytetare, një unik ju dha lamëtumire e fundit veteranit të luftës së UÇK-s Faik Tofa. Me dhemje të thellë, për japim lamëtumirën e fundit njëjtë prej bijve më të denjtë të unikut dhe të Kosovës, veteranit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, bashkëluftari tonë Faik Tofa. Sot dolin nga rreshi dalë zotë se ta dhëvë edhe një luftari i lirisë. Një zemër që ra veç për Kosovën, në ditë më të vështira të saj, për emri dhe vepra të tij mbeten përgjithmonë në kujtesën e bashkëluftarëve, familjes dhe të popullit që ai e deshin mbi gjithçka. Bashkëluftëtarët evokuan momentet e veçanta për të lavdishme të angazhimit të tij gjatë luftës së lavdishme të UÇK-s. Faik Tofa nuk është nol edhe pas plagosjes komandontit Tofaj,
ishte edhe më i ashpër në vijat e frontit për shtrimin e vendit. Nuk e ka penguar plagosja e babit, ishte edhe më i guximshëm, më aktiv. Ishte një humbje e papritur për shkak të një smundje e cila ja shkutoi jetën një njeriu që kishte karakter luftarak gjatë gjithë jetës së tij, por edhe jemi shumë krenar që ka lënë mbrapa vepra me të cilët krenohemi jo vetëm familja ngushtë, por e gjithë fëmijëku dhe viset për rreth. Faik Tofa ishte pjesëtar i brigadës 138 Agim Ramadani. Ai u nda nga jeta pas një sëmundje të rëndë, ndërsa pas vetes la prindrit, vëllezërit, bashkëshorten dhe 3 vajza.